Teksa vendi ka hyrë në stinën e nxehtë, temperaturat në qarkun e Elbasanit kanë pësuar një rritje të konsiderueshme, duke sjellë efektet e para edhe në shëndetin e qytetarëve. Mjekët paralajmërojnë se ekspozimi i zgjatur ndaj temperaturave të larta mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore, veçanërisht për kategoritë më të rrezikuara. Është simptomat më të shpeshta që shfaqen janë marrja e mendve, ngërçet muskulare, dhimbja e kokës, të përzjera, në raste të dëmtimit të rënd të termorregullimit të trupit, kemi rritje të temperaturës, mund shkojnë mbi 40 gradë, çrregullime të vetëdijes, dizorientim në kohë dhe hapësirë, lëvizje të pakoordinuara, konvulsione dhe kjo është një gjendje që gjithashtu rrezikon të jetën dhe duhet pasur kujdes. Më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta janë të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzëna si dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Specialistët rekomandojnë shmangjen e daljes në orët më të nxehta të ditës. Kujdes të veçantë duhet bëjnë dhe disa kategori njerëzish që janë të shëndetshëm, por që punojnë vazhdimisht në temperaturat larta, siç janë njerëzit që punojnë në bujqësi, punëtorët e ndërtimit, zjarrfiksët, dhe këto duhet kenë kujdes të veçantë që ta shmangin sa të mundën pikun e orareve me temperaturat larta. Mjekja thekson se temperaturat e larta mund të shkaktojnë dehidratim, goditje nga të nxehtit, rënje të tensionit apo përkeqësim të sëmundjeve ekzistuese. Duhet të jesh shmangja nga burimi i nxehtësisë, vendosja në një ambient të freskët dhe në hije, nëse është mundur në ajër të kondicionuar, marrja e lëngjeve të freskëta, rihidrimi sa më i shpejt, nga pak dhe vazhdimisht, domethënë jo në mënyrë të menjëhershme, dhe ftoja nëpërmjet peshqirëve që mund t'i lagim në ujë të ftohtë, pakove të akullit që mund vjen në sjetull, në qafë, që të bëjmë ftohjen sa më të shpejtë të organizmit. Ndërkohë, përveç vapës, në vend të vijojnë të qarkullojnë edhe virozat e stinës, ndaj mjekët apelojnë për kujdes të shtuar dhe respektim të masave për ruajtjen e shëndetit gjatë kësaj periudhe.